Amin. Përshëndetje familjen time të dashur në Krishtin. Unë jam Aron edhe dua të them që kemi shumë mal për ju atje në Shqipëri. Mendoj tani për vëlla Edhirian, për Motërtinën, për Kristinën, për Elenën, Sarën, edhe shumë të tjerë që vinë besnikërisht atje në Kish. Kemi mal për ju, patjetër kemi mal për Shqipërinë, për vendin, por më shumë për familjen tonë në Kish atje. Edhe kërkoj falje, jam në Mëkinë tani, jemi në hotel sonte, edhe ishte vështirë për të gjetur një vend për të bërë këtë video, sepse familja ime janë në dhomë atje, edhe atje ka shumë zhurmë, dhe mendova është më mirë këtu, më qetë. Do të dëgjojmë disa makina që vinë këtu në rrugë përballë. Ja, shiko. Këtu ka disa makinë që kalojnë atje, por s'ka problem. Do të vazhdojmë edhe me një mesazh nga Bibla. Amen. Të bëjmë një lutje edhe pastaj do të vazhdojmë. Lutuni për ne. Jemi në Carolina e Veriut. Sot. Dhe nesër do jemi do shkojmë në një kish këtu, të predikojmë, të flasim për punën tonë atje në Shqipëri, edhe pastaj do të shkojmë në Carolinën e Jugut. Dhe do të jemi atje për 3-4 ditë. Dhe dua të them që po lutemi edhe për ju atje në Shqipëri. Kam dëgjuar për disa probleme shëndetësore në familjet tuaj, edhe dua të them që po lutemi për këto gjëra. Dhe të lutemi tani. Atë qiellori bekuar, faleminderit o Zot që kemi këtë mundësi të vim para Teje në lutje. Faleminderit o Zot që kemi një ftesë të vim para Teje në lutje. Edhe faleminderit o Zot që Ti je më i madhi në gjithësi. Edhe prap ke dëshirë për të dëgjuar lutjet, kërkesat tona. Faleminderit o Zot për këtë. Unë lutem o Zot tani për miqt tanë atje, për familjen tonë në Shqipëri, që Ti o Zot Ti bekosh këta, edhe për çdo problem që kanë, o Zot lutem që Ti ndihmoj këta. O Zot, faleminderit që ke dëshirë për të ndihmuar. Faleminderit o Zot që Ti je edhe mjeku. Nëse kanë nevojë për mjek, Ti je mjeku më i mirë. Nëse kanë nevojë po Zot për një mik, Ti je miku më i mirë. Nëse kanë nevojë për drejtim, o Zot, Ti je drejtori, udhëheqësi më i mirë. Faleminderit o Zot që Ti je këtu me ne, edhe që Ti je edhe atje në Shqipëri me familjen tonë atje. O Zot, na ndihmo tani në këtë mesazh, të japim një mesazhin e duhur për këta që na dëgjojnë sot. O Zot, më drejto, më frymëzo, më ndihmo me frymën Tënde të predikoj fjalën Tënde. Faleminderit o Zot për dashurinë Tënde që na tregove kur Jezusi vdiq në kryq për ne. Dhe faleminderit o Zot që nuk është i vdekur, nuk është më atje në kryq. Prandaj në kishën tonë kryqi atje në mur është bosh. Jezusi nuk është atje, sepse ka ringjallur. Faleminderit o Zot që Jezusi është i gjallë sot, edhe jeton përgjithmonë. Edhe ne që besojmë tek ai,
do të jetojmë për gjithmonë. Faleminderit për Biblën, na drejto tani në predikimin e mesazhit. Në emër të Jezusit lutemi. Amen. Amen. Lavdi Zotit. Tani, kam një Bibël këtu. Do shkojmë te libri i Romakëve. Libri i Romakëve, kapitulli 5. Kapitulli 5. Dua të lexoj 2 vargje, edhe pastaj do të vazhdojmë. Unë jam te faqja 69. Faqja 69. Edhe do të lexojmë në fund të faqes atje vargun 8 edhe vargun 9. Amen. Fillojmë. Por Perëndia e drejton dashurinë e tij drejt nesh, sepse kur ne ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne. Shumë më tepër atëherë, duke qenë tani të shfaqsuar prej gjakut të tij, ne do të shpëtohemi prej zemërimit përmes tij, përmes Jezusit. Tani, titulli i mesazhit që kam sot, të si shikojmë si mund të themi këtë në gjuhën shqipe, është ai nuk më la atje ku më gjeti. Ai nuk më la atje ku më gjeti. Do më thënë, kur besova te Jezusi, kur pranova Jezusin, ai më mori bashkë me atë në udhëtimin e tij. Ne jemi në rrugë për në parajs. Jemi në rrugë për tek ati në qiell. Amen. Ai nuk më la atje, pra ai më mori mua me veten e tij. Edhe tani është bashkë me mua. Edhe nuk jam më në mëkat. Jeta ime ka ndryshuar plotësisht, krejtësisht. Amen. Ai nuk më la atje ku më gjeti. Te vargu 8, Bibla thot, por Perëndia e drejton dashurinë e tij drejt nesh, sepse kur ne të gjithë që jemi besimtarë tani, kur ne ishim në të kaluarën, amen, ende mëkatar. Ende, ajo fjalë ende thekson ku ishim. Ishim ende mëkatar. Ishim në të kaluarën para Krishtit, para se dëgjuam mesazhin e Krishtit, para se pranuam mesazhin e Krishtit, ne ishim ende mëkatar. Amen. Ai na gjeti atje. Ai më gjeti mua atje si një mëkatar, si një njeri që punonte kundër Krishtit. Amen. Lavdi Zotit. Kur ne ishim, por ai nuk më la atje, edhe ai nuk ju la atje. Nëse keni besuar te Jezusi, ai ju mori me veten e tij, edhe jemi bashkë me atë në këtë rrugë për në parajs, në rrugën më të mirë, në rrugën më mirë. Amen. Vargun 9 tani, le të lexojmë vargun 9. Shumë më tepër atëherë. Do më thënë, duke parë këtë që ka ndodhur në vargun 8, shumë më tepër atëherë, duke qenë tani të shfaqsuar prej gjakut të tij, ne do të shpëtohemi prej zemërimit përmes tij. Amen. Tani, në vargun 8, ne shikojmë ku ishim. Apo jo? Kur ne ishim mëkatar. Por vargun 9 thot, duke qenë tani të shfaqsuar. Amen. Shfaqsuar. Unë më pëlqen shumë kjo fjalë, sepse është një fjalë shumë e fortë. Ishim fajtor, kishim faj, ishim mëkatar, por tani jemi shfaqsuar.
përmes gjakut të tij, prej gjakut të tij. Gjaku I Jezusit na ka larë nga çdo mëkat, çdo gjë të ligë. Amen, nuk është më. Lavdi I Zotit që jemi të pastër në sytë e Zotit tani, përmes gjakut të Jezusit. Por tani, vargu 9 thot, shumë më tepër atëherë duke qenë tani. Kjo fjalë tani thekson ku jemi tani në këtë moment, në Krishtin, në këtë pozicion. Patjetër, sot unë jam, siç thash, unë jam në Karolinën e Veriut tani. Ju jeni në Sërand, atje te Kisha Baptiste Berka. Por nuk flasim për pozicionin që kemi fizikisht këtu në botë, flasim për atë që kemi para Zotit, në sytë e Zotit. Patjetër, ai na shikon fizikisht, ai kujdeset për ne, por jemi vendosur përmes gjakut të Krishtit në një pozicion para Zotit, edhe pozicioni është që jemi shfaqsuar. Nuk jemi më nën mëkat. Nuk jemi më fajtor. Pse? Sepse jemi shfaqsuar përmes gjakut të Jezusit. Amen. Kjo do të thotë që Jezusi mori mbi veten e tij mëkatet tona. Ai vdiq në kryq, në emrin ton, në emrin tim, në emrin tuaj që besoni, në emrin e atyre që kanë besuar më përpara, në emrin e atyre që do të besojnë në të ardhmen. Ai vdiq për çdo mëkat, për çdo njeri që pranon mesazhin e tij. Ai vdiq për këta. Edhe tani mund të themi që jemi shfaqsuar. Kjo do të thotë që nëse shkojmë në gjyq para Zotit, në ditën e fundit, që kur qëndrohemi atje, gjaku I Jezusit flet për ne. Gjaku I Jezusit na shfaqson. Amen. Edhe prandaj kam këtë titull, ai nuk më la, ai nuk na la atje ku na gjeti. Amen. Ishim në mëkat, ende mëkatar, por tani, duke qenë tani të shfaqsuar, nuk jemi më mëkatar në sytë e Zotit, por kur ai na shikon, ai shikon birin e tij, Jezusin. Amen. Tani, mund t'ju tregoj disa gjëra. Fjala gjaku përmendet 3 herë në librin e Romakëve. Edhe njerë, fjala gjaku përmendet 3 herë në librin e Romakëve. Dhe të shkojmë tani te faqa 66. Faqa 66, vargu 15. Vargu 15. Jemi te kapitulli 3, vargu 15. Edhe duhet të dini, para se të lexojmë këtë, që kapitulli 3 në librin e Romakëve thekson faktin që jemi të gjithë mëkatar. Amen. Jemi të gjithë. Nuk ka asnjë njeri të mirë para Zotit. Do të thënë, çdo njeri ka nevojë për shpëtim. Për shembull, te vargu 23, Bibla thot, ju e dini këtë, sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e arrin lavdinë e Perëndis. Të gjithë. Edhe ky është mesazhi te kapitulli 3 te libri I Romakëve. Por tani, vargu 15, duke folur për mëkatarët, ai tha këtë: këmbët e atyre janë të shpejta për të derdhur gjak.
këmbët e atyre janë të shpejta për të derdhur gjak. Kjo flet për mëkat, apo jo? është një mëkat për të derdhur gjakun e njerëzve. Është mëkat në sytë e Zotit, pa tjetër. Por ai tha që këmbët e mëkatarëve janë të shpejta për të bërë këtë. Do më thënë bërë këtë, ata bëjnë këtë me shpejtësi, pa menduar për veprën e tyre, pa menduar për dënimin e veprave të tyre, janë të shpejta, mendojnë vetëm për mëkat edhe si të plotësojnë dëshirat e pshore të tyre. Për shembull, dhe edhe te vargu 10, si që është shkruar, nuk është do një i drejt, jo as edhe një. 11. Nuk është do një që kupton, nuk është do një që kërkon Perëndin, ata të gjithë kanë dalë nga rruga, ata së bashku janë bërë të pavlerë, nuk është do një që bën mirë, jo as edhe një. Amen. Edhe vazhdon të 15, këmbët e atyre mëkatarëve janë të shpejta, edhe për të derdhur gjak. Kjo flet për mëkatin, një mëkat shumë të madh. Amen. Edhe duhet të dim që nuk ka një mëkat të vogël ose të madh në sytë e Perëndis. Bibla thot që nëse kemi shkelur ligjin e Zotit vetëm në një pikë të vogël, jemi fajtuar për të gjithë. Edhe kjo është fjala e Zotit. Nëse kemi shkelur ligjin e Zotit vetëm në një pikë, jemi fajtuar për të gjithë ligjin. Amen. Vargu 15 këtu thekson ku ishim. Tani, kjo është herë e parë ku fjala gjaku është përmendur në librin e Romakëve. Tani, le të shikojmë herën e dytë. Te faqa 67, vargu 25, dhe të fillojmë te vargu 24, duke qenë të shfaqësuar falas prej hirit të tij përmes shpengimit që është në Krishtin Jezus, të cilin Perëndia e ka vënë para të jetë shlyerje përmes gjakut, përmes besimit në gjakun e tij, të shpall drejtësinë e tij për faljen e mëkateve që janë kryer më parë përmes durimit të Perëndis, të cilin Perëndia e ka vënë para. Të cilin, do më thënë Jezusin, Perëndia e ka vënë para Jezusin. Ai dha Jezusin, ka vendosur përpara që ai të jetë shlyerje, që ai të vdiste në kryq për ne të gjithë. Amen. Kjo është herë e dytë që fjala gjaku përmendet në Bibël. Që ai ka vënë përpara të cilin Perëndia e ka vënë para të jetë shlyerje përmes besimit në gjakun e tij. Tani, hera e parë që gjaku përmendet është flet për mëkatin. Për herën e dytë kemi shpresë në këtë varg. Kemi një shlyerje, edhe mund të shpëtohemi përmes besimit në gjakun e tij. Amen. Herën e parë jemi fajtor. Herën e dytë kemi shpresë përmes besimit. Edhe nëse pranojmë Jezusin, mund të shikojmë edhe herën e tretë. Amen. Faqa 69, ku ishim atje, vargu 9
faqa 69, vargu 9, shumë më tepër atëherë, duke qenë tani të shfaqsuar për gjakut të tij. Tani, interesant që fjala gjaku përmendet 3 herë në Bibël, edhe ka çdo herë është një hap tjetër. Amen. Për shembull, herë e parë flet për ku ishim në mëkat. Herë e dytë flet për si të shpëtohemi, të mos jemi më në mëkat, nëse besojmë në gjakun e Jezusit. Herën e tretë flet për tani që jemi shfaqsuar në gjakun e janë me radhë, domethënë. Është shumë interesant se si Perëndia ka vendosur fjalë të veçanta në Bibël. Shumë interesant. Edhe tani, ai nuk na dha atje ku na gjeti. Amen. Ai na gjeti në mëkat, edhe tani jemi të shpëtuar. Edhe 2-3 gjëra më shumë edhe do të mbarojmë. Amen. Në dash të Perëndia do të mbarojmë. Okej, te vargu, ai nuk na dha atje, ai na gjeti në mëkat, apo jo? Por na dha një dhuratë dhe na shpëtoi. Tani, te vargu shumë shpejt, jam te faqa 69, faqa 69, vargu 6. Sepse kur ne ende ishim pa forcë. Amen. Atje ne ishim pa forcë. Ai na gjeti kur ishim pa forcë. Pa forcë? Çfarë do të thotë kjo, domethënë? Domethënë nuk kishim fuqi për të shpëtuar veten tonë. Nuk kishim asnjë justifikim, shfaqsim para Zotit. Ishim pa forcë para Zotit. Ishim pa forcë, në kohën e duhur Krishti vdiq për të ligjt. Okej? Vargu 8. Kur Perëndia e drejton dashurinë e tij drejt nesh, sepse kur ne ishim më përpara ende mëkatar. Ishim pa forcë, vargun 6, ishim mëkatar, vargun 8. Tani dhe të shkojmë te faqa 70, vargu 10. Bibla thot, sepse nëse kur ne ishim armiq, do më thënë, shikoni, ka edhe një radhë interesant këtu, se 3 herë në këtë kapitull thot, kur ishim pa forcë, ishim mëkatar, edhe ishim armiq. Pa forcë do të thot, nuk ishim forcë për të shpëtuar veten tonë. Ishim në mëkat, edhe të vdekur të themi, sëmur në mëkat, pa forcë. Por ishim edhe mëkatar, thot Bibla. Mëkatari është ai që kupton të vërtetën dhe prap vepron kundër Zotit, pa dëshirë për të dëgjuar fjalët e Perëndis. Ai kupton çfarë është e drejtë edhe vazhdon në rrugën e gabuar. Ky është mëkatari. Armiq është ai që ka shpatën, ka shpatën edhe është duke luftuar kundër Zotit. Është gati për të vrarë Jezusin vetë, amen, për të punuar kundër Zotit. Edhe Bibla thot që Jezusi vdiq për ne kur ne ishim në këtë gjendje. Imagjinoni këtë, ne kishim urrëtie për Zotin, kishim shpatën në dorë, gati për të vrarë çdo gjë që kishte lidhje me Zotin, edhe ai na përqafoi me dashurinë e tij, edhe na tha, të dua. Amen.
Kjo është dashuria e Zotit. Ai na deshi kur ishim pa forcë, kur ishim mëkatar, por kur ishim edhe armiqtë e tij. Amen. Kjo është edhe përsëri me radhë, pa forcë, mëkatar edhe armik. Por prap kemi një gjë që mund të rregulloj këto. Është përmendur në çdo varg atje, në vargun 6, 8 edhe 10, është vdekja e Jezusit në kryq për ne. Kjo është ilaç për ne. Kjo është rruga e shpëtimit për ne. Ishim pa forcë, Krishti i vdiq për ne. Ishim mëkatar, Krishti i vdiq për ne. Ishim armiq, Bibla thot, ne u pajtuam me Perëndin prej vdekjes së birit të tij. Amen. Vdekja e Jezusit është ilaçi për sëmundjen e mëkateve. Tani, dhe të mbarojmë me këtë. Dhe të shikojmë çfarë na dha. Fjala dhurat përmendet 6 herë te kapitulli 5. Fjala dhurat përmendet 6 herë. Te vargu 15, Bibla thot, jo si shkelja, kështu gjithashtu është dhurat falas. Dhurat falas. Kemi një dhurat falas nga Zoti në fund të vargut 16. Por dhurata falas është shfaqësim për shumë shkelje. Vargu 18. Në fund të vargut, dhurata falas erdhi mbi të gjithë njerëzit për shfaqësim të jetës. Kemi një dhurat falas nga Zoti. Edhe lavdi i Zotit që është falas, sepse nuk kemi pasuri të mjaftueshme për të bler këtë shfaqësim. Edhe është një dhurat prej hirit të Zotit, vargu 15 dhe një herë tjetër. Në fund të vargut, ose le të lexojmë gjithë vargun 15. Por jo si shkelja, kështu gjithashtu është dhurata falas, sepse nëse përmes shkeljes së njërit, Adamit në fillim, shumë të vdesin, shumë më tepër hiri i Perëndis dhe dhurata prej hirit ka tepruar për shumë prej një njeriu, Jezu Krishtit. Përfalje. Kuptimi i vargut është për shkak të mëkatit të Adamit, shumë njerëz, të gjithë njerëzit janë bërë mëkatar, por përmes drejtësisë së Jezusit edhe përmes bindjes së tij ndaj Zotit, domethënë punës së tij në kryq për ne, shumë njerëz mund të bëhen të drejtë përmes besimit te Zoti. Po ai tha dhurata prej hirit. Është një dhurat, domethënë që thekson ndihmën e Zotit për ne. Është diçka që nuk meritojmë. Një dhurat falas nga Zoti. Edhe vargu 17 do të mbarojmë me këtë. Sepse nëse prej shkeljes së një njeriu vdekja sundoi prej njërit, shumë më tepër ata që e marrin teprin e hirit dhe dhuratas së drejtësisë do të sundojnë në jetë prej njërit, Jezu Krishtit. Dua të them këtu që frazën atje në fund të vargut thot dhe të dhuratës së drejtësisë. Tani, në këto 3 vargje
shikojmë një dhurat falas, do më thënë, nuk paguajmë asnjë gjë, do një gjë për këtë dhurat, për të marrë këtë. Ne shikojmë është një dhurat prej hirit, do më thënë, është diçka që nuk meritojmë, edhe këtu thot që është dhurata e drejtësisë. Dhurata e drejtësisë. Edhe kuptimi është që Jezusi na dha drejtësinë e tij. Pse? Sepse tani përmes gjakut të tij, përmes vdekjes së tij në kryq për ne, kur Zoti na shikon, ne që besojmë, kur ai na shikon, ai shikon drejtësinë e Zotit, e Jezusit. Edhe kjo është dhurata e drejtësisë që ai na dha, që mund, sepse pa Krishtin unë jam asgjë. Pa Jezusin unë jam një mëkatar. Por besova një ditë më përpara të Jezusi, edhe ai më dha dhuratën e tij prej hirit, nuk meritova këtë, është një dhurat prej hirit, edhe një dhurat që më jep drejtësi në sytë e Zotit, në sytë e Perëndis atë. Amen. Edhe do të mbarojmë atje. Kërkoj falje që video sot është pak e gjatë, por lavdi i Zotit që ai nuk na la atje ku na gjeti. Amen. Përmes gjakut të tij, përmes hirit të tij, ishim pa fort, ishim mëkatar, ishim armiq, por ai na dha dhuratën falës, edhe tani mund të kemi drejtësi në sytë e Zotit. Ndoshta atje sot, ndoshta ka një njeri që nuk ka besuar të Jezusi. Nëse sot do të besoni tek ai, do të pranoni atë në zemrën tuaj, Bibla thot që ai do t'ju fal çdo mëkat. Do t'ju fal, do më thënë, nuk do të jeni më mëkatar në sytë e Zotit. Amen. Ai do t'ju jap gjithashtu një shtëpi në parajs. Do më thënë, pas jetës këtu në botë, do shkoni atje lart. Jo poshtë në ferr, por do shkoni atje. Përmes gjakut të Jezusit, përmes besimit tek ai. Edhe numër 3, Bibla na mëson që ai na jep frymën e shenjtë për të jetuar brenda çdo besimtari. Këto 3 gjëra, çdo mëkat falur, një shtëpi në parajs, edhe frymën e shenjtë për të jetuar brenda jush, nëse do të besoni të Jezusi sot. Edhe shumë më shumë, jo vetëm këto 3 gjëra, shumë më shumë, çdo gjë, çdo bekim që ka Zoti është në llogarin ton tani, ne që besojmë. Amen. Faleminderit që keni dëgjuar këtë mesazh, të bëjmë një lutje dhe do të mbarojmë. Atë qiellori bekuar, faleminderit për Biblën. Unë lutem o Zot për njerëzit e mi, për familjen tonë që është atje në kish sot, edhe për ndoshta ka një njeri atje që nuk beson, që nuk ka deri në këtë moment nuk ka pranuar Jezusin. Unë lutem o Zot që çdo njeri sot të marr vendimin e duhur për jetën e tij ose për jetën e saj, për të ndjekur Jezusin, për të shkuar pas Jezusin, edhe të jetoj gjithë jetën e tij, gjithë jetën e saj, për lavdinë e Zotit. Faleminderit për Biblën, o Zot, unë lutem për nevojat e njerëzve atje, që ti o Zot të plotësoj çdo nevojë që kanë. Faleminderit për Jezusin, faleminderit për gjakun e tij që u derët në kryq për ne. Në emrin e tij lutemi. Amen. Amen. Dhe një herë faleminderit që keni dëgjuar këtë mesazh. Mos harroni që ne ju duam shumë, edhe mezi presim në gusht 13 do nisemi përsëri për në Shqipëri. Lutuni për ne dhe ne do lutemi për ju. Ne ju duam. Mirupafshim.